Sa më shumë afron sezoni i reshjeve, aq më shumë rritet shqetësimi për sigurinë e digave. Për këtë arsye, Komisioni i Sigurisë ka thirrur vetë ministrin e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Nasip Naço, i cili ka dhënë garanci të plota se asnjë rrezik nuk na kanoset prej vështrimit të mundshëm të ujrave nga kaskada e Drinit. Hidrocentralet nuk shkaktuan përmbytjen në Shkodër një vit më parë, këto diga kanë siguri maksimale dhe nuk rrezikojnë asnjëherë. Por kemi marrë dhe masa të tjera për të garantuar si qëndrueshmërinë e tyre, garancinë maksimale, pasi duhet të thënë që në këto 20 vjet janë bërë vetëm mirëmbajtje, monitorimi i tyre, por ajo që deklaroj është se këto kanë garancinë e plotë që nuk do vinë përmbytje nga menaxhimi i drejtë që i bëhet kaskadës së Drinit. Sa i përket një tjetër rreziku që vjen nga reshjet në zonën e Nën Shkodrës, ministri tha se janë vënë në dispozicion për argjinatura dhe për masa mbrojtëse 1.2 miliard lek nga buxheti. Janë planifikuar në buxhet 1.2 miliard lek për përmbytjet në Shkodër, për kanalizimet, për 770 milion lek vetëm për rehabilitimin e rekonstruksion e argjinaturave në Lumi Buna. Dhe mund të vazhdojmë më poshtë me gjitha dhënat në mënyrë të përmbledhur që janë dhënë nga buxheti i shtetit. Por gjithashtu Naço ka vënë theksin në ndërtimin e hidrocentraleve, ku ai i Skavicës si dhe ai jashtës do të parandalojnë përmbytje pasi do të mbledhin ujëra të konsideruara, ndërsa ka vazhduar se ndërtimi i Skavicës kërkon 500 milion euro dhe se qeveria nuk mund të përballojë të gjithë këtë shpenzim dhe një pjesë e kësaj do të jepet me koncesion.